Edhe shkojnë atë qunat ndryshëm edhe i ndrojnë. Qunat ndryshëm, ha? Po. I ki 15 minuta, ullësh hanë me gjez drejk. Ditën e mirë. Mu kujtu Airbnb, Prishtinë, qëto banesa në për Prishtinë? Po flasë për vajza të huaja nga Brazili që jetojnë në për banesa të ndryshme si eskorta punojnë në Prishtinë? A keni ndonjë informacion? Sa po paguni? Apo ju bjen gjatë me prit në rend? Djem? Me qfarë guximi djem? Kush janë ato, që janë ato? Bravo, shumë të guxim shumë. Prit një djem të legalizohet i herë. Prit një djem se nëzari shqitko, ka dole. Kush ka informacione lidhur me këto farë banesat në për Prishtinë me vajzat huja? A ka dikush informacion? Krejt djem të mira? Okej, e po mira atër. Ajo i shfaqe që e gjenë shumë letë në Google, bravo. Hajde djali ri? Është i grumbull me eskorta që cilën në rrugën C, që importohen nga jashtë, edhe shkojnë atë qunat ndryshëm edhe i ndrojnë. Qunat ndryshëm, ha? Po. Quna, okej. Quna jon, ato qysh sillen, ku sillen? Sillen në për banes. A në për banes sillen? Po. 50 euro, 100 euro. Qa? Jo se më njojnë platë. Mos bënja i gore, trajtoni seriozisht që tim. Tregom, për qka 50 euro, për qa? I ki 15 minuta, ullësh hanë me gjez drejk. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Unë njojnë krejtë si uki s'kenës. Ullësh da hanë drejk në gjez. Dhe del 15 minuta. Katastrofë.